Prokuroria e Elbasanit ka nisur me iniciativë hetimet për dëmtimet e shkaktuara që nga dita e djeshme, të cilat quan në bllokimin e plot të qarkullimit në aksin rrugor Librazhd-Pogradec. Procedimi penal është regjistruar për veprat penale, shpërdorimi i detyrës, shkelje e barazisë në tendera apo ankande publike, shkatrimi i rrugës, vendotja e ajrit, ujit apo tokës. Që në orët e para të mëngjesit, në teren kanë qenë të pranishëm përfaqësues të IKMT-s Elbasan, përfaqësues të policisë shkencore dhe prokurorisë, të cilët po kryejnë verifikime intensive mbi aktivitetin e një kompanie që dyshohet se ka ushtruar shfrytëzim të paligjshëm të shtratit të lumit për nxjerrjen e inerteve. Sipas burimeve nga grupi i inspektimit, po kontrollohet dokumentacioni për lejen e shfrytëzimit, koordinatat e miratuara të ndërhyrjes, si dhe respektimi i sasive të lejuara të materialeve të nxjerra. Situata në teren paraqitet alarmante. Përveç bllokimit total të aksit që lidhet me projektin e korridorit 8, rrëshqitjet e tokës kanë prekur edhe linjën hekurudhore, si dhe linjën elektrike 110 kW, duke rritur rrezikun për ndërprerjet e energjisë dhe pasojat të tjera zinxhir. Ekspertët po analizojnë nëse ndërhyrjet në shtratin e lumit kanë ndikuar drejt për drejt në destabilizimin e tokës, duke përkeqësuar situatën gjeologjike në zonë. Për shkak të dëmtimeve të rënda në rrugën Librazhd-Pogradec, autoriteti rrugor shqiptar ka bllokuar plotësisht qarkullimin në këtë segment, si për automjetet, ashtu edhe për këmbësorët. Prej më shumë se 24 orësh, lidhja e vetme nga Tirana drejt Korçësh realizohet përmes aksit Maliq-Mojxlic-Gramsh, një rrugë me infrastrukturë të amortizuar që e zgjat udhëtimin me rreth disa orë.